Jozefi tek Potifari, Zanafilla 39, vargjet kyçet kapitullit. Por Zoti ishte me Jozefin, dhe ai që një njeri që shkonte mbar dhe rrinte në shtëpinë e zotërisë së tij, Egjiptianit. Vargu 2. Si mund të bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të mëkatoj kundër Perëndis? Vargu 9. Por Zoti që me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij, duke bërë që të gjente hir në sytë e drejtuesit të burgut. Vargu 21. Ky kapitull ka një fjali që përsëritet 4 herë. Zoti ishte me Jozefin. Dhe vini re kur përsëritet, kur ishte sklav, kur i shkonte mbar, kur akuzua padrejtësisht dhe kur ishte në burg. Njësoj në të 4 vendet. Prania e Perëndis nuk varet nga rrethanat tona, dhe ky është ngushëllimi më i madh i këtij kapitulli. Konteksti historik dhe kulturor. Potifari ishte oficer i faraonit, kapiteni i rojes, vargu 1. Pra njeri me pozitë të lartë, ndoshta kreu i rojeve mbretërore ose i burgut shtetëror. Shtëpitë e njerëzve të tillë ishin si ndërmarrje të vogla. Ata kishin shërbëtor, toka, llogari, magazina. Kur Jozefi u bë kujdestar i shtëpisë, vargu 4, ai po drejtonte gjithçka. Një sklav i huaj 20 e ca vjeç me përgjegjësi që një egjiptian si a jepte lehtë një hebreu. Dhe kjo është e rëndësishme për ta kuptuar sa kushtoi zgjedhja e tij. Jozefi kishte arritur majën e mundshme për një sklav. Kishte punuar vite për atë vend dhe humbi gjithçka brenda një dite. Jo sepse gaboi, por sepse nuk gaboi. Kjo është pjesa më e vështirë e kapitullit. Nganjëherë njeriu pagun pikërisht për atë që bëri mirë. Vargjet 1 deri në 6. Sklav por me Zotin. Kapitulli fillon me realitetin e hidhur. Jozefi u shit dhe u çua në Egjipt. Ishte sklav, larg shtëpisë pa të drejta. Menjëherë teksti shton, për Zoti ishte me Jozefin, vargu 2. Vini re fjalën por. Bibla nuk thot se Perëndia e nxorri nga skllavëria, thot se ishte me të brenda saj. Perëndia nuk premton gjithmonë të na heq nga vendi i vështirë, por premton se nuk do të jemi vetëm aty. Jozefi punoi, nuk u ul të vajtonte fatin, nuk u hakmor, nuk u bë përtac nga hidhërimi, por punoi aq mirë sa Potifari e vuri mbi të gjithë shtëpinë. Dhe Zoti bekoi shtëpinë e egjiptianit për shkak të Jozefit. Vargu 5. Prania e një besimtari të vërtet bekon vendin ku është. Edhe kur ai vend nuk e meriton. Kujtoni Labanin, Zoti më ka bekuar për shkakun tënd. Kapitulli 30, vargu 27, po përsëritet këtu. Vargjet 7 deri në 10, tundimi që kthehet çdo ditë. Gruaja e Potifarit filloi ta ndiqte dhe teksti thot diçka të rëndësishme. Kjo nuk ishte një herë, ishte ditë pas dite, vargu 10. Nuk ishte një çast dobësie i papritur, ishte presion i vazhdueshëm, i përsëritur, që lodh. Kështu punon tundimi me rrezikshëm, jo me një sulm të fortë, por me përsëritje derisa njeriu lodhet dhe thot, mjaft, po dorëzohem. Dhe përgjigja e Jozefit ka 3 pjesë. E para, besnikëri ndaj njeriut. Zotëria im s'ka mbajtur asgjë nga unë veç teje, sepse je gruaja e tij, vargjet 8 deri 9. Ai e njihte besimin që ishte dhënë dhe s'donte ta tradhtonte. E dyta, emërtimi i qartë. E quajti kjo e keqe e madhe, pa e zbutur, pa e quajtur gabimi i vogël. E treta dhe kryesorja, dhe të mëkatoj kundra Perëndis, vargu 9. Kjo fjali e fundit është zemra e gjithçkaje, askush nuk do ta merrte vesh. Potifari nuk ishte aty. Gruaja nuk do fliste. Jozefi ishte në një vend të huaj ku askush nuk e njihte familjen e tij. Nuk ishte njeri për të cilin duhet të ruhej. Por Jozefi tha kundër Perëndis, ai e dinte se çdo mëkat edhe ai që se sheh njeri është kundër Perëndis. Davidi do të thotë të njëjtën gjë, kundër teje, vetëm kundër teje ka mëkatuar. Psalmi 51 vargu 4. Dhe vini re çfarë bëri praktikisht. Nuk pranoi as të rrinte pranë saj, vargu 10. Jo vetëm që refuzoi, shmangu edhe afërsinë. Nuk luajti me zjarrin duke menduar se ishte i fortë. Kjo është urtësi që shumë humbin. Mendojmë se mund të rrim afër tundimit, sepse kemi vullnet, por Jozefi tregoi rrugën tjetër. Vargjet 11 deri në 18, rroba dhe akuza. Erdhi një ditë kur shtëpia ishte bosh, ajo e kapi nga rroba, fli me mua, dhe Jozefi bëri gjën e vetme që mund të bënte. Ja la rrobën në dorë dhe iku, vargu 12. Nuk qëndroi për të diskutuar, nuk u përpoq ta binte me argumente, por iku.
Pali do të shkruaj të njëjtën këshill, ikni nga kurvëria, e para Korintasve 6:18. Ka të ndihme që i luftojmë, ka të tjera nga të cilat thjesht ikim. Dhe kjo nuk është se ke frikë, por është urtësi. Por vini re çmimin. Jozefi u shpëtua duke lënë rrobën për të dytën herë në jetën e tij. Një rrobë e tij u përdor si dëshmi e rreme. Herën e parë nga vëllezrit, tani nga kjo grua. Të dyja herët ai humbi gjithçka pas një faj, dhe të dyja herët ajo humbje ishte hapi tjetër i planit të Perëndisë. Akuza e saj është mjeshtërore dhe e helmuar. Te shërbëtorët tha, na solli një hebre për të na turpëruar. Vargu 14. Përdori paragjykimin ndaj të huaj dhe i futi edhe ata në anën e vet. Pastaj tek burri, sklavi hebrej që na solle ti, vargu 17, ja hodhi fajin edhe atij. Gënjeshtra e ndërtuar mirë gjen gjithmonë një grup për të ndarë fajin. Vargjet 19 deri në 23, burgu. Dhe sërish Zoti ishte me ta. Potifari u zemërua dhe e futi Jozefin në burg, dhe këtu ka diçka që shumë e vënë re. Nëse Potifari do ta kishte besuar plotësisht akuzën, një sklav i huaj që sulmon gruan e zotërisë do të vritej menjëherë. Ai e futi në burg, dhe në burgun e vet atë të rojës mbretërore. Ndoshta diçka brenda tij dyshonte, por nuk deshi ta hetonte, sepse e vërteta do t'i kushtonte nderin e shtëpisë. Sa herë njerëzit zgjedhin heshtjen ndaj së vërtetës, thjesht se e vërteta është e papërshtatshme. Dhe pastaj vjen fjala që përsëritet. Por Zoti që me Jozefin dhe u tregua dashamirës ndaj tij. Vargu 21. Në pallat ishte me ta, në burg është me ta. Nuk ndryshoi asgjë tek Perëndia. Dhe sërish ndodhi e njëjta gjë. Drejtuesi i burgut ja beson gjithçka, dhe Zoti bënte të shkonte marrë çdo gjë që ai bënte. Vargu 23. Por vini re modelin e jetës së Jozefit. Në shtëpinë e babait i preferuari, tek Potifari, kujdestari gjithçkaje, në burg përgjegjës i të burgosurve, dhe një ditë i dyti i Egjiptit. Kudo që e hidhnin, ai ngrihej, sepse Perëndia ishte me të. Rrethanat e ulnin, Perëndia e ngrinte. Dhe një gjë e fundit që nuk duhet humbur. Kapitulli mbyllet pas një shpjegim. Jozefi mbetet në burg. Nuk ka mrekulli që hap derën. Nuk ka Potifar që e kupton gabimin. Nuk ka drejtësi që vjen menjëherë. Do të kalojnë edhe 2 vjet të tjerë para se diçka të ndryshojë. 41:1. Bibla nuk na jep gjithmonë fundin e shpejtë, por na jep diçka më të mirë, sigurinë se Perëndia është aty ndërsa presim, dhe se koha e pritjes nuk është koha e humbur, është përgatitje për atë që vjen. Fjalët kyçet kapitullit. Zoti ishte me ta. Përmendet tek vargjet 2, 3, 21, 23. Shpreha origjinale Yahweh et Yosef. Zoti me Jozefin. Përsëritet 4 herë në të 4 rrethanat. Skllavëri, sukses, akuzë, burg. Kjo është ajo që Perëndia i tha Jakobit, unë jam me ty, 28:15. Isaku, 26:24, dhe që Jezusi do t'i thot dishepujve, unë jam me ju gjithë ditët, Mateu 28:20. I shkon të mbar, vargu 2, folja origjinale Salah, të kesh sukses, t'i dal mbar, vini re ku përdoret për një sklav. Sipas Biblës, t'i shkoj mbar nuk do të thot domosdoshmërisht të kesh liri, para dhe rehati, do të thotë që dora e Perëndisë të jetë mbi atë që bën kudo qofsh. Kundër Perëndisë, vargu 9. Jozefi mund të kishte thënë kundër Potifarit dhe do të ishte e vërtet, por shkoi më thellë, çdo mëkat ka një viktimë njerëzore, por ka gjithmonë edhe një person të ofenduar, Perëndin. Kjo ndryshon gjithçka, sepse njerëzit mund të mos e marrin vesh, por Perëndia di gjithmonë. Iku dhe doli jashtë, vargu 12, 2 folje lëvizje, iku, doli. Bibla e nderon këtë ikje si trimëri, jo si dobësi. Në dhjatën e re, Pali do të përdor të njëjtën gjuhë, ik nga dëshirat rinore, 2 Timoteu 2:22. Ka betejë që fitohen me këmbë, jo me argumente. Kapiteni i rojës, vargu 1. Shpreha origjinale Sar Hatabahim,
fjalë për fjalë kryetari i thersve, pra kreu i rojeve mbretërore, ai që kryente edhe dënimet. Potifari kishte fuqi mbi jetë e vdekje. Prandaj është domethënëse që Jozefin e futi vetëm në burg. Perëndia e mbrojti jetën e tij edhe përmes një njeriu të zëmëruar. Lidhja me Krishtin dhe dhjatën e re. Jozefi u akuzua padrejtësisht. Su mbrojt me fjalë të regjistruara dhe u dënua për një krim që se kishte bërë. Kjo sken ka Jehonën e vetë të qartë. Ai u keq trajtua, por nënshtroi veten dhe nuk e hapi gojën si një qënq që e çojnë në thertore. Isaia 53 vargu 7. Jozefi hyri në burg pa faj, Krishti shkoi në kryq pa faj. Të dy u tradhtuan nga njerëzit e afërt, të dy u akuzuan me dëshmi të rreme, të dy heshtën. Por ka një ndryshim të madh. Jozefi vuajti për të ruajtur veten të pastër. Krishti vuajti për të na bërë ne të pastër. Jozefi ruajti ndërgjegjen e vet. Krishti mori mbi vete ndërgjegjet tona të njollosura. Dhe ka edhe një premtim që del direkt nga ky kapitull. Jozefi u tundua ditë pas dite dhe qëndroi. Por si? Sepse dinte se Perëndia ishte me ta. Dhe Bibla na jep të njëjtin premtim. Asnjë tundim nuk ju ka gjetur juve përveç se tundimit njerëzor, por Perëndia është besnik dhe nuk do të lejojë që të tundoheni përtej fuqive tuaja, por bashkë me tundimin do t'ju jap edhe rrugdaljen. E para Korintasve 10:13. Vini re rrugdaljen. Për Jozefin rrugdalja ishte dera e hapur dhe këmbët e tij. Perëndia gjithmonë le një derë, por ne duhet ta përdorim. Shpesh e shohim rrugdaljen në derrim, ndërkohë që Jozefi iku. Aplikimi për ne sot. Emigrantët tanë kuptojnë mirë këtë kapitull. Larg shtëpisë në një vend ku askush nuk të njeh, ku familja nuk të sheh dhe kisha është larg. Aty provohet vërtet kush je, sepse mbetesh vetëm ti dhe Perëndia. Jozefi kaloi atë provë, nga ky mësim neve marrim. Së pari puno mirë edhe kur vendi nuk të takon. Jozefi ishte skllav, padrejtisht i shitur dhe punoi aq mirë sa e bekoi gjithë shtëpinë. Nëse je në një punë që se do, në një vend ku ndihesh i përdorur padrejtisht, mos e lëshol cilësinë e punës tënde. Puna jote është dëshmi edhe kur rrethanat janë të gabuara. Kolosianët 3:23. Së dyti, mos rri afër zjarrit. Jozefi nuk pranoi as të rrinte pranë saj. Nëse e di se diçka të tundon, një person, një vend, një aplikacion në telefon, apo një zakon, mos u mburr me vullnetin tënd. Largohu nga afërsia. Ata që rrin afër zjarrit diku do digjen. Së treti, kujto se mëkati është kundër Perëndis. Si të mëkatoj kundër Perëndis? Askush nuk do ta merrte vesh kur je vetëm në një qytet të huaj, para një ekrani, në një çast kur askush nuk të sheh. Kjo pyetje ndryshon gjithçka. Nuk je kurrë vetëm, ai është aty. Dhe ky nuk është kërcënim, por është një vend ankorimi. Së katërti, ndonjëherë ik, mos qëndro të diskutosh. Jozefi la rrobën dhe iku, nuk qëndroi të shpjegonte pse nuk duhej. Ka biseda që nuk duhen filluar, mesazhe që nuk duhen hapur, ftesa që nuk duhen menduar. Ik nga kurvëria, e para Korintasve 6:18. Bibla e quan këtë trimëri. Së pesti, përgatitu se e drejta ndonjëherë kushton. Jozefi bëri gjithmonë gjën e duhur dhe përfundoi në burg. Kjo ndodh, njerëzit gënjejnë, të padrejtët fitojnë dhe ne paguajmë për ndershmërinë. Mos u ndrondit dhe mos e ndrysho rrugën. Pietri shkroi, është më mirë të vuash duke bërë të mirën, se sa duke bërë të keqen, e para Pietrit 3:17. Së gjashti, mbaj mend, ai është me ty edhe në burg. Zoti ishte me Jozefin, në pallat dhe në qeli, me të njëjtat fjalë. Nëse sot jenë në një burg, sëmundje, papunësi, akuza, e padrejtë, vetmi, prania e Perëndis nuk është ulur bashkë me rrethanat e tua. Ai është aty njësoj si në ditët e mira. Çfarë mësojmë nga ky kapitull? Zanafilla 39 na tregoi një skllav që punoi aq mirë sa bekoi shtëpinë e zotërisë, një tundim që u përsërit ditë pas dite.
Një përgjigje me 3 shtylla: besnikëri, emërtimi i qartë i së keqes dhe kundër Perëndisë. Një robë të lënë në dorë dhe këmbë që ikën, një akuzë të rreme dhe një burg pa faj. Dhe mbi të gjitha 4 herë të njëjtën fjali. Zoti ishte me Jozefin, në skllavëri, në sukses, në akuzë dhe në burg. Mbaj mend këtë varg. Si mund ta bëj unë këtë të keqe të madhe dhe të mëkatoj kundër Perëndisë? Zanafilla 39:9. Kur askush nuk të sheh, kjo pyetje është ajo që të mban. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me të gjithë ju. Zoti ju bekoft.